Sorry. Një sekund. Kam pas shumë rak. Pe që ta shërot është e ke dashur shumë? Gjaku është një luan i cili është kontrabanduar nga Belgjika në Shqipëri dhe në 2018 me anë të ndihmës së gjithashtu të Kopës Zoologjik të Tiranës është çuar në Nijberkop të Hollandës. Gjaku ka shkuar në maj në Hollandë dhe në Korrik u deshte eutanazohej sepse kishte probleme me veshkat. Thënë, ndodhen tek ambientet kur ndodhet procesi dhe etapet e fundit kur një kafshë është në ekzaminim. Ndoshta është etapa më e fundit për një kafshë. Cilat janë gjithë etapat që ndodhin këtu për kafshën? Atëherë, kjo është dhoma e kirurgjisë, ku ne kemi aparaturat e anestezisë inhalatore në rastin që na duhet të bëjmë një anestezi sa më të thellë për kafshën, kur kemi raste për shkak intervenime kirurgjikale ose ndonjë intervenim i cili mund të sjellë shumë stres te kafsha dhe na duhet që të përdorim një sedacion të niveleve të ndryshme për të punuar më qetë. Gjithashtu në shumë raste, dhe le të themi ky është rasti më i shpeshtë, është bërja e ekzaminimeve radiografike që bëhet me këtë pajisin që kam mbrapa, ku jo në pak raste na është desh për shkakun që të ekzaminojmë thyerje të gjymtyrëve ose ndonjë. Kemi pas raste që kafshat nuk e ngrënë gur, si është shumë e shpeshtë në shumë kafshë, sidomos te karinët dhe kaninët. Dhe është një dhomë e cila është multifunksionale, por kryesorët janë. Kryen po në këtë sallë? Po, operacionet kryen në këtë sallë. Është një sallë e cila i përmbush kushtet edhe gjithashtu është dhe lehtësisht e pastrueshme që ne të kemi dhe një nivel sa më të lartë steriliteti. Është një sallë e cila gjithashtu është dhe ka dhe hapësirën e dur, sepse duhet kuptoni që në Kopës ne kemi vërtet kafshë si palloj apo zogjt e vegjël, por kemi gjithashtu dhe tigra që shkojnë nga 150 deri në 200 kg. Dhe na duhet që kjo sallë të plotësojë edhe këto kushte. Jo në pak raste është përdorur, por shqyrëzohet nuk është kemi pas një rast tepër të rënd në Kopës. Të dy operacione brenda degës në Kopës Zoologjike? Në Kopës Zoologjike është rrallë, që të kesh dy operacione të mëdha që të duhet që ta lëvizësh kafshën në sallën e operacionit, por operacione të vogla, ndonjë absces, në një plak të vogël, në një qepje, po ka pas edhe 3 dhe 4. Por janë të vogla, të mëdha nuk para ka pasur, sepse kjo ka të bëjë më shumë me parandalimin. Ne punojmë shumë për parandalimin e problemeve. Pra duke rregulluar ambientin ku qëndrojnë kafshët, ushqimin e tyre, pak a shumë duke parë dhe sjelljen dhe temperamentin e kafshës, mundohemi të evitojmë aksidentet e mëdha. A ndodh që edhe kafshët ketë alergji ndaj anestezisë? Në literaturë ekziston, në punë reale për 12 vite që merrem me kafshë tegra, nuk ka ndodhur asnjëherë, sepse duhet kuptojmë që ka protokolle anestetike për secilën specie. Cilat janë operacionet më vështirë që mund të jetë kryer në Kopës Zoologjike? Ne kemi bërë një intervenim te dhëmbët e një nga tigrave të parë që kemi pasur këtu. Jo heqje dhëmbi, po është pak i vështirë sepse nuk është bërë lëmimi. Jo, futet se të pastrimi gurzave, por ka pas një infeksion në mishrat e dhëmbëve. Është një operacion i cili s'është bërë më përpara në Shqipëri dhe nuk e di më do bëhet më, sepse është një gjë që ndodhi, për shkak sepse kanë qef të luajnë shumë me drasat dhe në një cifël drasa dhe mund të futet. Ajo ka qenë më e veçanta, pastaj kastrime kemi pasur pafund. Ne nuk kemi si praktik sterilizimin e kafshëve femra, sepse femrat që kemi neve janë të mëdha në përmasa dhe shumë e vështirë që ti të kesh një plagë operatore të qetë mas operacionit. Qendra është e kompletuar në gjithë vitet e nevojshme apo është gjithmonë rekonstruksionet e sipër? Ne jemi në punë e sipër, padyshim kemi pajisjet e nevojshme për të përballuar këtë volum pune, por patjetër që mira s'ka fund dhe patjetër ne kemi kërkesa, kemi thënë disa herë që Kopës Zoologjik zhvillohet, ka gjithmonë një punë në background. Dhe çfarë pajisje shihni sot, nesër do kemi ndoshta 2 fishën e tyre, sepse edhe mjekësia veterinare dhe mjekësia vetvetiu nuk është që ndalon. Pra para pak vitesh ti nuk e mendoje dot që të bëje anestezi inhalatore edhe në Europë, jo më në Shqipëri, para 10 vitesh. Në Shqipëri akoma ka shumë klinika veterinare që nuk kanë anestezi inhalatore.
jashtë është një gjë standarde. Është pritshmëria e domethënë për veterinarinë në Shqipëri. Për veterinarin në Shqipëri. Për veterinarin në Shqipëri, jo, nuk është që kam në pritshmëri, sepse veterinarin në Shqipëri ka shumë probleme që në strukturë, që të urdhri mjekut veterinar. Po kjo nuk bën ngelet mua për ta komentuar, si opinioni imi është që ne vuajmë shumë në për faktin që s'kemi një ligj për veterinarin, për profesionin e veterinarit. Kosova e ka, Bashkimi Evropian ka mbi 30 vjet që e ka. Ne nuk e mbrojmë veterinarin, nuk e mbrojmë veterinarin nga komisionet të ndryshme. Një nga diskutimet që unë asnjëherë s'kam për ta kuptuar është kjo pjesa e eutanazisë, pra që veterinarit ketë të drejtë që t'i heqë vuajtjen kafshës, sepse është shumë e rëndësishme, sidomos në punën time me kafshë të egra, ka shumë raste për shkakun që se ne si kopë zoologjik ndihmojmë gjithashtu jo vetëm zonën Tiranës, por edhe gjithë Shqipërinë me raste kafshësh të egra të cilat janë të dëmtuara. Dhe ka disa kafshë të cilat nëse kanë lindur në të egër nuk mund të jetojnë pa krah, sepse ajo në kafshë nuk ka ndërmend të bëhet president as deputet, ka ndërmend të jetojë, të fluturojë dhe të mbarshtohet. Pra janë tre boshte që një mjek veterinar që merret me botën e egër duhet t'i ketë që kjo kafshë a mund të riprodhohet, a mund të ushqehet sakt dhe a mund të jetojë siç duhet jetojë. Një zog për të fluturuar, një kafshë për të ecur. Vetëm interesant punoj ishte që pse kafshët dhe jo njerëzit. Ndërkohë që ti je pak si i ngrirë në moment. Atëherë, që në një moshë shumë të vogël, që në moshën 4 vjeçare, që në moshën 4 vjeçare kam qenë goxha e drejshëm nga kafshët, merresha me qenë të rrugës edhe kafshët e lagjes, si çdo fëmijë në qytet. Po më patjetër mund ta prekësh. Dhe normalisht as unë s'kam qenë kështu 100% i sigurt që do bësha veterinar, thjesht kur erdhi mosha 18 vjeç që do të vendosja, vendosja që të bëja një gjë e cila ishte më bënte mua të ndihesha më rehat. Padyshim ka qenë një punë që në fillim të studimeve mendoja ndryshe, në realitet është ndryshe, sepse veterinari nuk ka vetëm këto momente ku jam unë me këtë mikun tim. Veterinari ka dhe momente ku mjekimi i kafshës të vë përballë një kafshë e cila po vuan. Ka raste ku kafshët për një XY arsye nuk ja dalin dot. Dhe këto janë gjithashtu probleme shumë të shumta që ndodhin në veterinari dhe sidomos në punën kur merresh me kafshë egzotike dhe kafshë egra. Kjo gjë shumë fishohet sepse sidomos në rastin e kafshëve të egra, ato të vinë ty nga një jetesë në natyrë dhe zakonisht kur vinë te veterinari janë aksidente goxha të rënda. E pretë pak edhe pjesën e kafshëve egzotike. Domethënë titulli jote është pak më ndryshe nga veterinarët në Shqipëri, që janë pjesë me titullin veterinar. Po, unë jam specialist universitar për mbarshtimin, klinikën edhe për të kafshëve egzotike, zoologjike dhe të kafshëve të egra. Sa si ti ka në Shqipëri? Në Shqipëri, përveç me s'ka asnjë tjetër dhe në Ballkan kam një koleg në Athinë dhe një koleg në Sarajevo, që për momentin ndodhet në Amerikë, kështu që unë dhe ky i Athinës ngelim në Ballkan. Ore me njëri tjetrin? Padyshim. Atëherë, unë gjithashtu punoj me projektin e 3 Point Brown Bear, që merret me menaxhimin e rasteve të dëmtimit të arinjve në trekëndshin juglindjes Shqipërisë, Maqedonia e Veriut, Greqi, në atë zonën e Prespës. Edhe padyshim që bashkëpunoj me kolegët e rajonit. Gjithashtu duke qenë që jam dhe veterineri i projektit të Momit, të Fokës Mesdheut. Gjithashtu aty bashkëpunoj me të gjithë veterinarët të cilët merren me fokat në të gjithë detin Adriatik edhe në detin Jon. Pra bashkëpunimi është gjithmonë i mirëpritur dhe shpeshherë kërkohet të bashkëpunojmë më tepër se ç'kemi mundësi, sepse gjithmonë nëse bashkëpunojnë dy mendje të sakta, nxjerrin një gjë më të mirë se sa thjesht një mendje. Specializimi veçantë që ju studime nuk është i keni kryer në Shqipëri. Shqipëria nuk është ta ofron apo jo? Jo, edhe shumë vende s'ta ofrojnë. Unë jam specializuar në Poloni, në Kopshtin Zoologjik të Vroclavit edhe në Madrid ku kam punuar me në disa kopshte zoologjike të rajonit të Madridit, Faunia, Kopshti Zoologjik i Madridit, akvariume të ndryshme në Spanjë, edhe kopshte private. Dhe po, është një specializim që më ka zgjatur gati rreth 2 vjet,
ishte pak sfidë, sepse nuk është gjë e lehtë, nuk kushton pak dhe të dedikosh studimet dhe jetën në një gjë e cila në Shqipëri nuk është ka shumë volum pune. Pra, le të themi që nëse një veterinar tjetër vendos që të bëjë të njëjtën gjë me mua këtu në Shqipëri, ndoshta për 2, për 3 do kishte vend, po më shumë se kaq nuk ka. Sa lloj kafshësh ka këtu? Domethënë, nëse ti e merr këtë lloj kafshë sot, lloj kafshësh kanë të kopës zoologjik. Atëherë, ne kemi rreth 250-260 individ të 30 llojeve të ndryshme. Kush është kafsha më e veçantë, domethënë tipi i kafshës më e veçantë që e mban? Atëherë, më e veçantë jemi te lemurët, që jemi këtu, sepse është hera parë në Shqipëri që kemi një primat prosimian në një kopë zoologjik. Një kafshë tjetër e veçantë është tigri bardh, i cili gabimisht mendohet që është tigër siberie, por në fakt leucizmi që ndodh në genin e karotenit tek tigrat është një gjë e cila ndodh në jugun e Indisë. Ta themi këtë se ka shumë njerëz që mendojnë që ka lidhje me Siberinë, nuk ka fare lidhje tigri bardh me Siberinë, ka lidhje me një problem gjenetik, siç është albinizmi në njerëz. Ka dhe tigra albin që nuk kanë as vijat e zeza, por ato janë akoma më të rrallë. Kjo është një kafshë veçantë që kemi ne. Kafshë në kostë të lartë? Padyshim felinët e mëdhenj dhe arind. Padyshim, sepse duhet të kuptojmë që janë disa kafshë të cilat për shkak të peshës kanë dhe kërkesa ushqimore goxha më të mëdha. Nuk ngelen mrapa lemurët, që janë 6 individ, por duke marrë parasysh që kemi një volum shumë të madh ushqimi tek felinët e mëdhenj, janë kafshë të cilat janë më të kushtueshme. Kopshti zoologjik nuk është e ka shumë kohë që edhe është rikonstruktuar dhe ka ardhur në një formë tjetër. Lloji i kafshëve në rikonstruktimin është tuar, domethënë ka qenë një numër më i rritur. Padyshim. Kemi më përpara nuk kemi pasur që tek kafshët të cilat për mendimin tim janë kafshët të cilat duhet të jenë patjetër në çdo kopë zoologjike, ato kafshët e fermës. Kishim shumë pak kafshë ferme, po mos thon fare. Kemi tigrat, të cilët s'kan qenë. Kemi prap luanët, e di që rreth fillimit viteve 2000 deri në mes viteve 2000 ka pasur një çift luanësh të cilët mbaheshin në kushte jo të përshtatshme. Kemi lemurët, shumica e specieve janë specie të reja, të vetme që kemi trashëguar nga kopshti i vjetër janë kapronjt, janë arind, dhelpra, po, shpendët anseriformët, edhe gjithashtu ujqrit. Po, ku do të vendosur rregullin i fortë për kafshët apo për njerëzit? Padyshim për vizitorët. Dhe në kopës zoologjik këtu kemi vizitorë të cilët tentojnë që edhe pse kemi shumë tabela, kemi mbi 70 tabela që thon rregullatan, asnjë nuk respektohet, nga gati 90% e robëve nuk respektojnë rregulloren tonë, që është një gjë e cila mua si veterinar më shqetëson, po edhe stafin e shqetëson, sepse nuk kanë qenë të pakta herët ku na është deshur që të heqim tufa biletash nga stomaku i kafshëve të fermës. Ekziston gjoba? Fatkeqësisht jo, për në sistemin që kemi nuk ekziston gjoba. Unë jam nga të parët që nëse do hidhej në diskutim do isha super pro, sepse mendoj që gjoba mund të uli pak numrin e shkeljeve, po nuk besoj. Shqiptarëve ju vjet gjobë për makinën çdo ditë dhe i koleksionojnë nga 4-5 gjoba, nëse s'bëjnë 4-5 gjoba nuk i shkon dita. Në këtë rast, domethënë incidente? Po, ka pasur nga vizitorët, ka pasur vizitorët në përgjithësi kanë tendencë që vizitorët në Shqipëri kanë tendencë që të gjuajnë me gur çdo kafshë të mundshme që shohin. Duhet të kuptojmë që kopë zoologjike nuk është cirk, kafsha nuk ka nevojë që të bëjë një show për ty. Shumica kopë zoologjike tashmë janë në drejtim të dhënit kafshës gjithë rehatin e mundshme që të jetoj, që do të thotë që luani gjatë ditës mund ta shihni duke fjetur, sepse është një specie e cila nuk ka një cikël cirkadian, është aktive mbasi bie dielli. Ne kemi pasur një rast në kopshtin e vjetër zoologjik, ku kemi pasur një waterbuck, që është një antilop ujë, mbasi antilop ujë femër, e cila kishte ardhur si rrjedhoi një sekuestrimi nga një kopsht zoologjik privat dhe ideja është që u helmua nga disa luleshtrydhe të prishura që ju ushqyen. Këto përmendje si eksperiencën tënde të parë, kujton? Po, patjetër, eksperienca ime e parë ka qenë në Kopshtin Zoologjik të Vroclavit, që ka qenë një ekzaminim materiali biologjik të një tigri bengali.
Aty ka qenë era e parë që më është deshur që njohuritë e mia bëhet fjalë këtu. Po ka qenë me stres, jo me frikë. Nuk para kam frikë gjatë punës, kam stres patjetër, sepse mund të bësh një procedurë 40 herë dhe një herë mos shkoj. Duhet kuptosh që unë kam një eksperiencë anestezie dhe operimi të mbi 50-60 felinë vetëm dhe, por nëse më thua sot bëjmë një procedurë kontrolli, vënje në gjumë, marrje gjaku, unë gjithmonë do kem le të themi një stres i cili është nivele shumë më të ulta se që kam pas më përpara, po stresi ekziston sepse ka pas raste për shkak të volumit punës, mund të them që fatkeqësisht ka pas raste ku ti bën gjithçka sakt dhe nuk thjesht ka diçka që nuk shkon. Si veterinar, të vren ndërgjegjja nëse një problematik të një kafshë nuk ke arritur ta zgjidhësh? Padyshim. Kemi pas një rast të një prapë të kopshi zoologjik i vjetër, kemi pas rast të një zebre, e cila erdhi prapë nga një sekuestrim i policisë së shtetit. E ishte një zebre e cila ishte keq trajtuar shumë. Duhet kuptojmë që në vendin e, le të themi vendin e parë, jo vendin e origjinës, por vendin e parë ku mbaj, pati probleme me frymarrjen, që në anestezinë e parë. Këtu erdhi, qëndroi disa javë dhe më pas shfaqi probleme dhe në fund vdiq. Edhe pse ne u munduam, por do të themi që kryesorja është profilaksia dhe nëse ti merr një kafshë e cila për 15-16 vjet nuk ka bërë asnjë gjë, asnjë mjekim, asnjë gjë, ka jetuar në kushtet më të këqija, është shumë e vështirë që ti të bësh mrekullira. Një jashtë të quajtur kop zoologjik në Fier, për që me bendimin tim kishte përmasat një tualeti si kop zoologjik. Pra, përfshin është aq sa tualeti që kemi ne këtu në Kopësht, po mbante disa kafshë. Ka qenë rast i vështirë sepse kemi pas kërcenim me armë në momentin që janë marrë ato kafshë, kemi pas një mos kompetencë nga policia. Le të themi që ishim në një ambient ku zotëria që po i bëi sekuestrimi na kërcënonte neve, kërcënonte kudo, filloi duke thyer gjëra dhe krahas kësaj duhet të transportoje disa kafshë, ndërtohet 3 luan dhe një ari, ku zotëria që të mos i sekuestronin neve vrau disa nga ato kafshë, ku përfshihen primat, përfshihen antilopa shumë të rralla për Shqipërinë. I vrau aty në momentin që ne ishim aty. Sot e kësaj dite nuk ka asnjë procedim penal, nuk ka për zotërinë. Madje e di që pati tentuar që të bënte një kallëzim për ne pse ja sekuestruam kafshët, edhe pse nuk zotëronte asnjë licencë, nuk zotëronte as certifikata timore. Pra ishte një fantazëm betoni ai ambient. Ai ishte më vështira. Kemi parë në rrjetet sociale që ekspozohen mbajtja e kafshëve në ambiente, domethënë apartamente që ndoshta ato kafshë nuk janë rritur në Shqipëri, por edhe janë ekzotike. Janë ndoshta me një rrezikshmëri për atë person që e mban. Atëherë, edhe pse në ideologji është që një kafshë ekzotike vjen nga origjina e saj, asnjë nga këto kafshë që keni parë në rrjetet sociale nuk ka lindur në vendin e origjinës së species. Kjo nuk do të thotë që këto kafshë do të mbahen në apartamente. Në Shqipëri ligji, sidomos për ato kafshë, pra për tigrat, për luanët, për majmunët, për mos kaluar pastaj të shumica papagajve në Shqipëri që janë të palicencuar të sjellën kontraband. Ligji në Shqipëri përkufizon që ti të kesh tigra, majmun, luan, këto nivele, duhet të kesh licencë kop zoologjik. Në Shqipëri ekzistojnë 2 vende që kanë licencë kop zoologjik. Kop zoologjik i Tiranës dhe një kopsh privat, që edhe ai ka luan, ka kafshët e veta. Të tjerët pastaj janë duke shkelur disa ligje, ku është ligji veterinarisë, Kodi Penal i Republikës Shqipërisë, rregullat e doganës. Përderisa domethënë askush nuk trembet, po madje edhe reklamon në rrjetet sociale këtë gjë, funksionon ligji? Ligji funksionon për atë që don që ta zbatojë. Duhet të kuptojmë që legjislacioni shqiptar fatkeqësisht nuk është, si themi, nuk janë trajnuar të gjithë aktorët e zbatimit të ligjit për të ditur ligjet, sepse ajo që kemi parë, unë fakt kam qenë dhe pjesë e disa trajnimeve që është bërë së fundmi për policinë e shtetit. Ajo që kemi parë është që ata nuk janë në dieni, nuk është që s'duan ta zbatojnë, por pika doganore nuk janë dieni. Pra, doganjeri nuk është në dieni që kjo kafshë ka nevojë për XY licenca gjëra.
Do të kuptojnë nga ana tjetër që sado që të mundojnë këta, prapë ekziston kontrabanda. Gjitha këto kafshë futen nga kontrabanda. Janë pak a shumë shumicën e kohës të njëjtët persona që akuzohen nga drejtësia shqiptare për kontrabandë lëndësh narkotike dhe disa shkelje penale, janë po të njëjtët persona që ju sigurojnë këtyre njerëzve që i reklamojnë në rrjetet sociale këto kafshë. Si veterinar kopshti zoologjik, aktiviteti jotë është brenda këtij kuadrati apo të ndoshëm të lëvizësh edhe në të tjera pjesë të Shqipërisë? Atëherë, shumicën e kohës është brenda kopshtit zoologjik, por ka pasur dhe raste ku unë si Ariel, po edhe si veterinari kopshtit zoologjik, më shdesh të asistoj në raste për shembull kur një kafshë egër ka rënë në kurth. Patëm rastin e çakallit i cili kishte zbritur në qendër të Tiranës. Kishim rastin e një dhelpre e cila shite nga një zotëri, i cili gjithashtu nuk është ndjekur penalisht. Lidhur me shoh, edhe që ndoshta do thosh ta kishe jo vetëm te kopshti, por kudo me vete, shumë nëse do ishte mundësia të Atë kudo me vete jo. Dushi, që është një ari i cili i mungon një këmbë. I mungon një këmbë për shkak sepse është goditur nga ish pronari i saj me armë zjarri. Është një ari të cilin unë jam marrë me të 9 muaj, ka qenë një ari i cili ka përjetuar stres spektakolar aty ku ka qenë. Zhaku, që fatkeqësisht emrat kanë pasur, mund t'i kemi vënë neve, po Zhaku është një luan i cili është kontrabanduar nga Belgjika në Shqipëri dhe në 2018 me anë të ndihmës së gjithashtu të kopshtit zoologjik të Tiranës është çuar në Nijberkop të Hollandës. Për Zhakun ne dinim që kur e çuam, është kjo pjesa që ne kemi shumë të rëndësishme në mjekësinë veterinare të kafshëve kopshtit zoologjike dhe të egra, është që asaj kafshë edhe sikur t'i falesh një javë jetë cilësore, vlen më shumë se sa thjesht ta mbash diku sepse ti e din që ajo kafshë nuk do ja dali. Zhaku ka shkuar në maj në Hollandë dhe në Korrik u deshte eutanazohej sepse kishte probleme me veshkat. Sorry. Një sekundë. Kam pas shumë rak. Pe që ta shërotë që e ke dashur shumë? Patjetër, kam pafund foto të Zhakut. A ke fjetë me Zhakut? Kam fjetë tek pjesa, ka qenë një si tip kafazi dhe kam fjetë gati rreth një muaj ngjitur. Me të në sleeping bag, sepse kishte probleme shumë të mëdha me faktin që ishte mbyllur brenda në një ambient. Këto është ideja që një kafshë mendon që okay, dola nga një beton dhe u ktheva në një beton. Gjithashtu kishte probleme të tmerrshme nga veshkat. Edhe do të flasim për një kafshë tjetër, se është çik kështu. Okay, mos më ngacmo, se filloi pastaj qesi kalama.